Vërshimet e shkaktuara si pasojë e reshjeve të dendura të shiut gjatë ditëve të fundit kanë krijuar probleme në disa vendbanime të komunës së Krçovës. Më të goditur janë banorët e lagjes Prilepska, të cilët jetojnë përgjatë lumit të Zajazit. A keni shpëtu barem diçka prej shtëpisë? Ashtë një qenë. Shto është një qenë? Si do jam ati, ku të shkojnë? Ku qkuj, pre për familje, ta më sot një ditë. Много лошо. А има него куќи по 2 метра сигурно напред. Кај мене не беше баш толку дека се луѓе со 80 сантими. То 3 утрова, али сега не знам. За 10 пати. 10 пати ова. Кај што влага вода и то ова и ја пак велам не може то дожд само. Në leta në dy kilëm. E në to ke prilevë, unë një nëmëri Ramiti është. Unë e rej ke prilevë, s'ka? E në ashtu ka problem, ma shumë ke problem. Kush vite e të bëj, da të bëjmë korito, da të bëjmë kanalizaci, da të bëjmë gjithë, asë një skenë nuk e bëjmë. Da, poplava. Da, cela, dobore. Сега брзо, вчера. Каме најпоќе поплави врат, а то малолетно дете имало едногодишно дете ќе ми се удаже чепата кој периодот како што давно значи дете ќе ми се погине. Значи треба да мене да ми се помага многу. Верувајте ако што тоа. Kryetari i komunës së Krçovës, Aleksandr Jovanovski, bëri të ditur se në bashkëpunim me institucionet përkatëse është formuar shtabi krizës për t'u dalë në ndihmë familjeve të prekura. Banorët e evakuar, shton ai, janë strehuar përkohësisht në palestrën sportive në Ivanidol. Formirafme krize shtab, sot e krize shtab, odlučivme vremeno da gi smestime tije najzagroženite što nema od kada se smeste u ova sportska sala. Za sreće, koliko toliko ima grejanje, во соработка со Црвен крст обезбедивме креветши, обезбедивме ќебиња, нешто храна. Дел ќе донира самата општина Кичево, дел ќе видиме со кого имаме соработка како општина и локална самоуправа од рестораните што може да споделат за да имаат топол оброк. Ndërkohë, Besnik Selimi nga Kryqi i Kuq njoftoi se për familjet e prekura janë siguruar ndihmat elementare, duke përfshirë ushqime dhe mjete të nevojshme për qëndrim të përkohshëm, ndërsa Kryqi i Kuq ka hapur edhe gjiro llogarinë për të gjithë ata të cilët duan të ndihmojnë. Po kjo është një ndihmë humanitare nga ana e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Domethënë ka dyshek për fletje, patanie, mjete higjienike, ujë të pishëm, ushqim të konservuar, në kuadër të sasiave që kemi për momentin nevojë. Se s'dim sa ditë do të rrinë këto që i kemi të strehuar. Ushqimin kryesor e kemi të siguruar nga kuzhina popullore, që është në bashkëpunim me komunën e Kërçovës, edhe çish ka nevojë, Kryqi i Kuq është i gatshëm të ndihmojë në çdo aspekt, si në aspektin financiar, gjithashtu e kemi të hapur edhe linjën në gjirologarinë e Fondit për Solidaritet, ku të gjithë qytetarët mund të kontribuojnë me mjete financiare, atë sa kanë mundësi. Dhe për nevojat tjera, për momentin nuk kemi nevojë, kemi vullnetarë të angazhuar. Ekipet e shtabit të krizës janë në teren dhe po punojnë intensivisht në pastrimin dhe sanimin e shtëpive të dëmtuara nga vërshimi.